Dje u festua 35 vjetori i Partisë Socialiste. Nga sheshi Italia, kryeministri Edi Rama përsolli një mesazh të qartë se nuk do të ketë negociata me protestuesit. Gjatë fjalës së tij, ai u ndal tek sfidat e zhvillimit të vendit, investimet strategjike, mbrojtja e mjedisit dhe vizioni për të ardhmen e Shqipërisë. Unë nuk kam asnjë negociat për të bërë me ju, sepse nuk negocioj dot as vizionin, as programin, as kontratën me ata që më kanë votuar dhe që ta bëjmë Shqipërinë një princesh të turizmit mesdhetar. Këto nuk negociojnë. E janë shikoni, duke dëgjuar me veshët tuaj, po dhe duke parë dokumentat, se si për Sazani nuk ka asnjë marrëveshje ende sot që flasim, po ka vetëm një negociat. Ishulli nuk shitet dhe ishulli nuk jepet me qera. Ishulli është dhe mbetet pronë e shtetit shqiptar. Duhet t'jesh idiot që të mohosh përfshirjen aktive të një vendi armik, i vetmi vend armik që ka Republika e Shqipërisë. Dhe duhet t'jesh idiot që të thuash Irani nuk ka asnjë punë, kur vetë zëdhënësi i qeverisë iraniane shkruan Shqip Ramaik. Sipas kryeministrit, Shqipëria është përfshirë në një përballje që lidhet edhe me emrin e presidentit amerikan Donald Trump, duke shtuar se mediat ndërkombëtare janë fokusuar te protesta e Zvërnecit, pikërisht për këtë arsye. Kryeministri foli gjithashtu për interesa greke, siç u shpreh ai, në fryrjen e protestës. Si shpjegohet që është hedhur përpjet gjithë dynjaja që ka të bëjë me turizmin në Greqi? Si shpjegohet kjo? Jo qeveria greke, jo politika greke. Gjithë dynjaja. Sepse jemi futur në teritorin e një konkurrence të ashpër dhe një konkurrence me ata që kanë vite që e zotrojnë këtë treg. Këtu fjala nuk është për Zvërnecin, këtu fjala nuk është për Flamingot, këtu fjala është për presidentin e Shtetit Bashkuar. Çfarë kanë të tjerët me presidentin e Shtetit Bashkuara nuk mund ta importojnë në Shqipëri dhe mbi të gjitha nuk mund të përdorin shqiptarët mish për top. Në fund të fjalës së tij, Rama kërkoi që zgjedhjet e ardhshme brenda Partisë Socialiste të zhvillohen përmes një procesi të ndershëm, në mënyrë që qytetarët të shohin një perspektivë të qartë politike. Ai nënvizoi se zhvillimi i vendit nuk vjen përmes retorikës patriotike, por përmes investimeve konkrete që sjellin përparim ekonomik dhe social.